Kemi hyrë si që keni parë në zonën më të nxehtë të kësaj mbrëmje zona dhe zotëri. Dhe kjo ndeshje është e vlefshme për titullin WBO Global Light Heavyweight Championship e WBA International Global Pro Boxing Bout. 10 ndeshje, 3 raunde. Është momenti për të futur tashmë në atë zonën ku gjithë do të përthehen përpara ekranit për të shijuar magjinë, spektaklin e dy ndeshjeve më të shumë pritura të kësaj mbrëmje. Do ta nisim fillimisht me një takim gladiatorësh, do të jetë i yni Alban Bërmeta, ai i cili do të ndeshet në 10 raunde nga 3 minuta me Jon Mbanugu nga Ghana. Do të jetë një sfidë që do të lejë 2 trofe, do të lejë 2 breza të artë, WBO Global dhe WBA International Gold. 2 tituj kampion të cilët do të shkojnë sonte në brezin e vetëm njërit prej këtyre 2 sportistëve. Sigurisht do të jetë një ndeshje fenomenale duke marrë në konsiderat profilet e të 2 këtyre sportistëve. Alban Bërmeta i pamposhtur 20 ndeshje, 19 fitore, 1 barazim, 15 triumfe me nokaut. 34 vjeçari nga Tirana stërvitet në Itali prej shumë vitesh, padyshim një nga boksierët më të mirë në vendin tonë. Përballë tij do jetë 23 vjeçari nga Ghana, pikërisht Jon Mbanugu, ai i cili në karrierën e tij ka 18 ndeshje, 16 fitore, 15 nokaut, 1 humbje dhe vetëm 1 barazim. Por për të theksuar dhe kjo humbje ka ardhur nga një tjetër shqiptar, pikërisht në verën e vitit kaluar, në 4 gusht në stadiumin e Lezhës, përballë Amarindo Bakajt. Vetëm 4 raunde zgjatën ajo sfidë me Jeloshin Fuqezi që arriti të marrë maksimumin. E tani është momenti për një tjetër sfidë. Do të jetë përballë një tjetër boksieri i cili preton shumë e natyrisht është nga më të mirët që vendi ynë ka patur, pikërisht Alban Bërmeta. Florian, si e pret këtë sfidë ishte vetëm një parantezë e asaj çka do të ndodhë pikërisht sonte në Parkun Olimpik Feti Borova. Me si fitore me nokaut nga Alban Bërmeta, padyshim një në boksierët më të mirë që kemi. Dhe përshpira një boksier shumë luftarak, dhe më kohë ka 15 nokaut në ndeshje Bërmeta. Jesi, kemi bëjmë i kundërshtarë të fort, në presim, së rezervoj ringu, nëse kam besim të plot tek Alban Bërmeta të aftësive ti, ka shumë muaj që ka ditë për të ndeshje Bërmeta. Do të thënë që duhet kishte ndodhur disa muaj më parë kjo ndeshje, për shkak të problemeve me dokumentacionin. U shty, tani është momenti shumë pritur për Alban Bërmetën. Vërtet një ndeshje e madhe, normalisht është prezantuar kundërshtari i tij Jon Mbanugu, i cili është pozicionuar në vendin blu, ndërkohë është momenti për të pritur, për të nderuar, për të respektuar pikërisht djaloshin ton nga Tirana, Alban Bërmeta. Do të preferoja titullin gladiator, i tillë është, e ka treguar në çdo ndeshje se ai di mjaft mirë të luftojë deri në pikën e fundit, deri në limite, madje duke i kaluar dhe ato Alban Bërmeta. Simboli i sakrificës e disiplinës Bërmeta. Si është shumë i veçantë. Sigurisht që tashmë do të tentoj të mbrojë brezin e artë që ai ka marrë vetëm pak muaj më herët, por tashmë të tentoj të marrë dhe një tjetër. E zotëron titullin global WBO, do të tentoj tani titullin botror, titullin e artë WBA. E sigurisht që është një sfidë e jashtëzakonshme. Luhet pikërisht për këto 2 gjerdan, pikërisht për këto 2 ripa të artë, njëri i artë i kategorisë WBA, ndërkohë që është në titull global, një kampion globi, Alban Bërmeta në federatën WBO. Do të jetë një sfidë që do të ketë Nisin e saj, pikërisht nga gjyqtari ndërkombëtar i WBO, Jean Hublon, ndihmuar pikërisht nga Inacio Conejero, së bashku me Roland Kroin dhe Ervin Kibia, nga këto gjyqtarë që
do të administrojnë këtë sfidë. Plani parë për Granezit, ndërkohë që në ekran tjetër do jetë Alban Bermeta. Pati një konfrontim në peshim mes të dy boksierëve. Shojmë edhe Denis Nurian, padyshim bashkëpunëtar me Bermetën, janë miq shumë të mirë. Për 6 vite stërvitën në Itali në drejtimin e Andrea Gops, trajnerit, i cili ndodhet në të majtë të Bermetës. Shikojmë Gops, si dhe Turkosin, ndihmës trajner në Bermetës. Një nga trajnerët më të mirë në Shqipëri, padyshim. 34 vjeç Bermeta Jurgen, ka qenë në rini kampion olimpik, shumë Shqipëri disa herë. Boksier më talentuar që ka prodhuar vendi ynë. Ka arritur rekorde shumë të mira dhe në rinj ndërkombëtare në kampionatet ballkanike, europiane. Alban Bermeta në boksin olimpik. Po gjithsesi e pret një ndeshje vërtet e vështirë. Jemi në startin e kësaj përballje, teksa kujtojmë edhe një herë tjetër. Në vijim, sfida e fundit, main event, Nelson Hysa përballë Abel Peshut. Sfida e të pamposhturve do të jetë main event, ndeshja më shumë pritur, Giganti Shkodran, Shqiponja Kuqezi. Ai i cili do të tentojë të vijojë me rekordin e tij, do të kërkojë pikërisht fitoren e 24, por fillimisht do të ndjekim, do të shijojmë spektaklin që do të durojë kjo sfidë mes Alban Bermetës dhe Jon Mbanugu. Mbani frymën për të shijuar e për të arritur të ndiqni ritmin e kësaj sfide që padyshim do të jetë nga më të bukurat që mund të keni parë. Alban Bermeta është boksier nga ato që në anglisht konsiderohen brawler, pra është një term në shqip do ta përkthej si termin shërgjin thonjza, boksier që luan në distancë shkurtër, boksier shumë luftarak, ka një numër shumë të lartë të kroshesh, forse fuqishme në duart e tij. Shikojmë nga fillon Bermeta. Si e thatë dhe ju Florian, patën ngacmime në peshime, patën disa të shtyra me Bermetën që ja bëri qartë. Do ta tregojë në ring aty ku duhet. Duke kthyer mesazhin për ato provokime. Është e mirë nga Bermeta. Është më sa të lartë kundërshtarin nga Gana. Duhet të shkurtoj distancën Bermeta, duhet ta kthej duelin në distancë shkurtër. Tu ka dhe pjeka e tij më të forta. Alban Bermeta, që ka veçari nga Tirana. 3 ndeshjet e fundit i kanë mbyllur me knockout. 4 fundit madje, për fshirë dhe sfidën e Mishatel në Zvicër. Është bokser i rankuar, pra në renditjen e WBO-t. Pak bokser shqiptar e gëzojnë këtë arritje. Kjo është privilegj. E i arritur fal shumë viteve punë dhe fitoreve dhe një pasnjëshme në ring për Alban Bermeta. Është maksimale e publikut. Tjetër, meriton Alban Bermeta shumë vite. Eksperiencë. 2 tituj, WBA World Gold dhe WBO Global Heavy. Sigurisht që është një sfidë e tensionuar në bardhë për Jean Hublon. Federatës WBO, natyrisht mbikëqyrje për atë titull që do ta vendohet sot. Ka vendosur në këngë për vogje hapësirën Alban Bermeta. Në momentin Bermeta fokusohet shumë në kushtimet e forta. Rikthehet pas shumë muajsh në ring, në fakt Alban Bermeta për të fundit e kemi parë Dhe mirë në pjesën Hero datën 15 shkurt të këtij viti ballë Mirsad Çebo në raundin e tretë në knockout. Vojnë të majtën, që është disavantazh është lartësia e kundërshtarit, por asgjë nuk është e pamundur për gladiatorin Alban Bermeta. Kur shumë i mirë me të Provon me të majtën. Në kroshe bukur me të majtën. Kushtet një pasnjëshme. Bëhet mirë. Gjej se në trupit. Shmangje mirë nga Mbanugu. Kroshe e bukur nga Bermeta.
mbyllë raundi I parë. Një përballje në boksi, kategorinë light heavyweight, pra në divizionin me limitë peshe 79 kg. Dy titull në garë, WBO Global dhe WBA International Gold. Alban Bermetës dhe kundërshtar nga Ghana, John Banugu. Raundi I parë shumë I mirë për Bermetën. Janë pashë dhe disa të mira. Shkëm dhe trajnerët e Alban Bermetës, Andrea Gops dhe Nur Koçi, të vëllëzojnë boksierin shqiptar. Ka të përnisur raundi I dytë. E kanë studiuar dhe njëri tjetrin në këtë round parë, por sigurisht që nuk e kanë lënë në këtij momenti, besoj. E kanë studiuar shumë herët. Është një ndeshje që ishte programuar sa muaj më parë, kjo midis Banugut dhe Bermetës. Për shkak të delegacioni Ghanesi nuk arriti dot të mërrinte në kohë të zhvillojnë prakun olimpik. Në më parë në qershor ishte programuar kjo sfidë. Duhet Bermeta të gjej atë goditjen, zakonisht I mësuar me një huk të fuqishëm nga Bermeta, që shkon kundërshtarët. Ka tentuar disa herë, por është mbrojtur Banugu. Goditje shumë E mirë nga Bermeta me djathën. Edhe qartë shkundja e fytyrës të Banugut. E ka ndjerë atë goditje Ghanesi. Boks në distancë shkurtër. Alban Bermeta është një nga ato boksierë që nuk është se mund të thuash ka të djathën apo të majtën, I ka të dyja shumë të forta. Po ndërkohë një djathë, një majtë shumë E mirë. Provon me djathën me shumë I mirë, tjetër ka përkat nga Bermeta. Provon të gjej pjesën e trupit dhe Knockdown. I pari I ndeshjes. Gjërat po shkojnë mirë. Ta duhet bëj një korrigjim. Ka konsideruar si një rishkitje, nuk kemi pasur knockdown. Pjesë ishte një moment I mirë për Bermetën, s'ka pas në sytë e gjyqtarëve. Vendosin pikët për çdo round. Se jam I bindur që Bermeta përkon knockout-in Jurgen. Sigurisht duke njohur Alban Bermetën, gladiatorin kuqezi. Nuk ditë ndaloj për Shumë e vërtetë ajo që the, është një boksier që ka të dyja duart e rënda, është termi në gjuhën e boksit. Shumë I kompletuar. Si me djathën, si me të majtën mund të krijoj probleme serioze. I dha një goditje me djathën në pjesën e trupit. Buk I mirë nga Bermeta. Shumë I qetë, shumë I fokusuar, e administron siç duhet, provon që jap hapësirë me djathën tani. Ja për kati lezetsh, nuk ka doli dot. Tuko e gjema për katin e radhës, ato që nuk e bëri dot me tentativën e parë, ka të në dytën. Mirë, kombinime. Tjetër kroshe e bukur. Detyrohet ta mbërthikë kundërshtari vetëm që të mos marrë më goditje. Ka pikërisht këto boksime në xhep, siç përdoren në termin e boksit, boksime në distancë shkurtër, ku shkëlqen Bermeta. Ja, bukur edhe një djathë. Kundërshtari që merr një goditje, mbyllet ky round, Gongu e shpëton. Me fat, Ghanesi. Ghanesi me shumë fat e shpëton Gongu në fundin e këtij raundi të dytë. Pak nisë raundi I tretë, por kam përshtypjen që në këto dy raunde Bermeta ka qenë shumë superior për shumë kategorisë. Raundi shkëlqyer ky I dyti për Alban Bermetën. Jo më kot, ka nofën gladiatori Bermeta. Shumë bokser luftarak. Është një sfidë me një intensitet shumë të lartë. Me si të shikosh një bokser si Bermeta, sidomos në fakt që është shqiptar,
E me gjithë është Pron gjyra tona, ta dhe qartësi nga uniforma që ka veshur. Alban Bermeta, rikthehemi në raundin e tretë të kësaj përballje. WBA Federata që Më fuqishëm Bermeta. Kërkon një majt, razon në tapet. Mjaft e bukur kjo situatë, ka nisur numërimi dhe mbyllet Me peshirin trajneri. Mbyllet këtu, nuk ka më vend për të vijuar. shkon 3 raunde. Alban Bermeta! Kush Alban Bermeta, gladiatori, Fantastik! Djaloshi Kuqezi. ka gjithmonë fuqi, gjithmonë intensitet në përballjet e tij. E provojmë Banuku, çfarë do thotë të jesh në ring me Alban Bermeta. Do kishim dashur të shikonim akoma dhe më tepër nga kjo sfidë, por Bermeta u kujdes që të mbyll llogaritë në fillimin e raundit të tretë, ngrihet, por ka fair play pas ngacmimeve në peshime, pas duelit shumë të zjarrt në 2 raundet e para. Tashmë nuk ka më histori. Zonja dhe zotrinj është Alban Bermeta. Është ai I cili në mënyrë të pa diskutueshme ka merituar fitoren e 20 në karrierë, të 16 me nokaut, duke I shkaktuar humbjen e dytë pikërisht ganezit Jon Mbanugu. Por tashmë do të ketë 2 brezataar, do të ketë 2 ribatar, 2 gjerdan, WBO Global dhe WBA International Gold. Ja të rëndësishëm këta gjerdan, Jurgen pasi falë gjerdanve i jepet mundësia për një përballje me emra shumë të mëdhenj të sportit, të boksit. Shpresojmë që t'i vi mundësia Alban Bermetës, ka vite dhe vite që stërvitet rregullisht çdo ditë sakrificë shumë e madhe nga këta boksier, nga Bermeta, nga Nurja, e shumë të tjerë, nga Nestor Hysa, Muslia, Qullaj, meritojnë të boksier të arrijnë nivele të larta. Kjo ishte vetëm nisja e asaj çfarë na pret. Vetëm për pak, live në Super Sport, në digital, do t'jemi me sfidën që të gjithë e kanë pritur. Nelson Hysa, Abel Peshut, por fillimisht do të shijojnë triumfin e Alban Bermetës, djaloshit Kuqezi, ai I cili e ngre lart Shqiponjën dy krenare, duke marrë një tjetër titull. Është momenti I tij, është momenti I Alban Bermetës. Kthehet në ring pas thuajse 8 muajsh Nga shkurti. Pikërisht për këto momente jeton një boksier Jurgen. Atë triumf në fund Dhe I meriton në mënyrë pa diskutueshme. Shpresojmë që i jepet mundësia pas pak muajsh të ndeshet me boksier të nivele të larta, punën po e bën, brezat I ka fituar. Pam dhe intervistën me promotorin italian Salvatore Kerki, promotori më I famshëm në Itali, Salvatore Kerki. Tha, para pak sekondash që së shpejti do të jepet një mundësi. Për pak fat, tha, që Alban Bermeta ta shikojmë në një përballje për titull kampion bote. Ishte diçka shumë e veçantë për Alban Bermetën. Do të ishte suksesi shumë viteve punë ajo mundësi, por edhe një moment I veçantë për ne shqiptarët, që kemi një boksier shqiptar që ndeshet për një titull kampion bote. Vjen peshime, ai vjen aty, ka shtyr, ka pasur diçka personale. So now
we have a winner. And you said, I will take this to Africa, but this stay here in Albania. Thank you very much. Komplimentohet dhe nga kundërshtarët për Meta. Alban tani është më i qetë, kundërshtari tje ka qenë pak e zero, ka thënë që këtë titull të marrë me vete, i ke thënë tje, unë e ndeshur me Afrikanë dhe tjetër me kalikur nga marrë vetë për përpat të trupe. Sot ishte diçka personale. Dje në peshime, kur të ka shtyr kundërshtari e parë që nuk e prisje dhe do të nuk e qenë absolutisht dakord me sjelljet e